Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka dorëzuar në kuvend raportin e Këshillit të Mandateve për dhënien e autorizimit ndaj SPAK për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku. Sipas Bardhit, SPAK ka dokumentuar me mira faqe prova se ish zëvendës kryeministra ka abuzuar me detyrën duke paracaktuar 11 procedura publike me vlerë 1.1 miliard euro duke i shkaktuar shtetit një dëm të konsiderueshëm financiar. Në përfundim të shqyrtimit nga Këshilli, përfundimisht, 5 anëtarët e Këshillit, përfaqësues të pakicës parlamentare, në mbështetje të kushtetutës dhe legjislacionit në fuqi, si dhe nga analiza e fakteve dhe rrethanave të çështjes, rekomandojnë që deputetët në seancë plenare të Kuvendit të Shqipërisë të votojnë pro për miratimin e kërkesës prokurisë posaçme, duke vendosur dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë nëpërmjet zëvendësimit masës sigurimit nga ajo e ndalimit daljes jashtë shtetit, e parashikuar nga neni 233 i Kodit Procedurës Penale dhe pezullimit të ushtrimit një detyre a shërbimi publik, parashikuar nga neni 242 i Kodit Procedurës Penale në atë të arrestit në burg ose në shtëpi për deputeten Belinda Balluku në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, ku ajo është marrë e pandehur dhe person nën hetim për kryerjen disa herë deri në këtë moment 11 herë të veprës penale shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike. PD akuzoi kryeministrin Edi Rama se po pengon drejtësinë për të mbrojtur ish zyrtaren e lartë.